trupi e ruan gjithçka. Shkojmë deri te çka ndjesia, deri te ai driloni i brendshëm, ndjesitë e shtypuna që nga fëminia na vjen koha kur hapim kutinë e Pandorës edhe dalin ato. Psikoterapia trupore e ka themelu Wilhelm Reich. Wilhelm Reich ka qenë nxënësi i Freudit, edhe pas shumë seancave me klientat e vet, me pacientat e vet ka ardhur në përfundim që nuk kena nevojë shumë me bisedu për traumat tona, për stresin ton, për depresionin ton, për ankthin ton, po traumat, tensionet, ngërçet, energjia e bllokume, organi që e quhen Reichi, është në trup, sepse trupi e ruan gjithçka. Edhe me qenë se telashet tona janë të akumulume në trup, atëre, po shkojmë me një ngjeshje trupit, me një qetësim trupit, me një grounding, me një tokëzim të qenjes tonë, të trupit tonë, po shkojmë të vetja jonë edhe vetë trupi ka me folë. Edhe pastaj janë disa teknika, disa ndërhyrje, disa masazhe, disa ngjeshje, disa meditime, për shembull që i bëjmë atje në psikoterapinë trupore, që shkojmë deri te çka ndjesia, deri te ai driloni i brendshëm, edhe ai flet, edhe shprehet, edhe ato, si më thon, ndjesitë e shtypuna që nga fëminia na vjen koha kur hapim kutinë e Pandorës edhe dalin ato, sepse ja u kena nxënë gryken në mënyrë pavetdijshme. Mënyrë pavetdijshme sepse na kur im kanë fëmijë për shembull, na kanë thonë, tita, zban, ti s'pëdin, shuj, ti s'munesh, na kanë bullizu, na kanë shandashta, na kanë dhunu, na kanë reka herë besa. Edhe na kem qenë të bresh në atë kohë, edhe si fëmijë për shembull, fëmija kur është i vogël për moshës 0 deri në moshën 6 ose 7 vjeç, ai është shumë i natyrshëm, i ndin senit, i përjeton edhe i shfaq ndjenjat e veta në mënyrë të natyrshme. Por ndjenjat e tij shpesh herë, si më thon, mesi, rrethi, familja i gjykon në mënyrë të pavetdijshme, edhe ata, si më thon, ja vrojnë, ja prekun të ndjenja, ja shtypin, edhe fëmija tash e mëson, sa herën e shfaqi këtë ndjenjë, po ma kërsasin. Atëherë mos e shfaq këtë ndjenjë, blloko këtë ndjenjë që të një armaturë, që të një mekanizëm mbrojtës, edhe shkon në arsytim. Tani folin shumë të mundu me arsytu gjanat që kanë mi shprej me zemër dhe me ndjenja. Prandaj, si më thon, personaliteti jonë shpesh herë është i betonum me armatura të cilat neve na kanë ngursu dhe na kanë shtim rana një pjesë që na dënë medalje dhe me morë frim. E që kjo pjesa jonë e ndjenjave, emocioneve, ndjesive, e shtypun pra, psikoterapia trupore po na mëson që me shku të çajo pjesë, me ledhatu, me mbështet, me përkra, edhe me qitë në pa, edhe me ngjesh pak energjinë e bllokume, edhe me lirua çdo tensionet që i kemi trup. Momenti që kuptojmë që kjo është thjesht një energji, një tension, edhe e lirojmë edhe kuptojmë as pari me ndjesi, pra e ndim. Jo me kuptu sa i driloni mrena nuk kupton shumë me ndjesi. Ndjenja nuk është e arsyeshme, po mendoj nuk është ai driloni mrena ka që veç me dëgjua dhe me ndi, nuk merr vesh shumë me logjik. Pra badihati e kupton logjikisht, pa e ndjenjen, s'mundesh me liru. Prandaj në psikoterapi trupore po mësojmë me ndi veten tonë edhe me shfaqet anë në mënyrë të natyrshme edhe në mënyrë profesionale, në mënyrë të shëndetshme që mos me shtyp ma shumë edhe mos me rrit ma shumë, po me shëru edhe me mbështet.